Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë ndodh organizmit nëse hani 2 vezë të zjera çdo mëngjes. Një studim i gjerë i kryer në Kenë në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit ndërmjet viteve 2004 dhe 2008, i cili i përfshiu më shumë se gjysmë milioni të rriturish të moshave nga 30 deri në 79 vjeç nga 10 vende gjeografikisht të ndryshme nëpër Kinë, tregoi se konsumi një vezë në ditë ju ndihmon gjithashtu kundër problemeve të zemrës. Pjesëmarrësit u ndoqën për normat e prekjes nga humbja e jetës duke u përqendruar në rezultatet e sëmundjeve kardiovaskulare, përfshirë sëmundjet ishemike të zemrës, problemet kryesore koronare, goditjet hemoragjike dhe goditjet ishemike. Studimi synoi të hetonte lidhjet midis konsumit të vezës dhe rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare. Rezultatet treguan se, krahasuar me ata që rrallë hanin ose kurrë nuk i konsumonin vezët, individët që raportonin se kishin konsumuar përditshmërinë e tyre vezë u shoqëruan me një rrezik më të ulët të humbjeve nga sëmundjet e zemrës. Konkretisht, konsumi i përditshëm i vezëve u lidh me reduktimin e rrezikut të ishemisë dhe problemeve koronare, goditjet hemoragjike dhe goditjet ishemike. Gjithashtu vërejt marrëdhënie e rëndësishme midis konsumit të vezës dhe të gjithë problemeve të zemrës të studiuar. Për më tepër, konsumatorët e përditshëm treguan një rrezik 18% më të ulët të humbjes së jetës nga një rrezik 28% më të ulët të humbjes së jetës nga goditja hemoragjike krahasuar me atë që nuk i konsumonte. Ky kërkim sugjeron se niveli moderuar i konsumit të vezës deri në 7 vezë në javë mund të jetë i shoqëruar me një rrezik më të ulët të humbjeve të jetës nga sëmundjet kardiovaskulare mes të rriturve, kryesisht ato me faktorë të ndryshëm gjenetik, të cilët do të ndikojnë edhe në jetëgjatësinë e shëndetit të tyre. Vezët konsiderohen si një nga produktet ushqyese më të rëndësishme që mund të shtohen në dietën tuaj. Ato janë të pasura me proteina të cilësisë së lartë si dhe vitamina dhe minerale, si vitamina B12, vitamina D dhe ekuri. Pavarësisht shqetësimeve të mëparshme për përmbajtjen e tyre të yndyrës, shoqata amerikane e zemrës rekomandon të hani 1 deri në 2 vezë çdo ditë. Përveç kësaj, vezët janë një burim ekonomik i proteinave që mund të ruhen në frigorifer deri në 5 javë. Kjo do të thotë se ju mund të kurseni para dhe të reduktoni mbeturinat e ushqimit. Ato janë gjithashtu shumë të ngjashme pasi mund t'i përdorni në të gjitha vaktet, nga mëngjesi, në drekë si dhe në ëmbëlsira. Pra le të shohim se çfarë mund t'i ndodhë trupit tuaj nëse hani vezë çdo ditë, sipas Healthline. Do të ndiheni të ngopur dhe do të keni më shumë energji. E verdha e vezës është një burim i lëndëve ushqyese të rëndësishme si vitamina B12 dhe vitamina D, si kolina, të cilat ndihmojnë trupin tuaj të shndrojë ushqimin e energji. Konsumi i proteinave dhe yndyrnave të shëndetshme që përbëhen në vezë ju ndihmojnë të ndiheni më të ngopur për më gjatë. Flok më të shëndetshëm dhe lëkurë me shkëlqim. Vezët janë të pasur me vitaminën B si B2, B5, B12, të cilat njihen për efektet e tyre pozitive në shëndetin e lëkurës dhe të flokëve. Këto vitamina janë të tretshme në ujë dhe nuk ruhen mirë në trup. Kështu që ngrënia e rregullt e vezëve mund t'ju ndihmojë të përmbushni nevojat tuaja ditore. Aminoacidet si metoina që ato përmbajnë kontribuojnë në elasticitetin e lëkurës dhe elasticitetin e flokut dhe të thonjve. Vezët janë një mundësi e shkëlqyer në forcimin e kockave. Vitamina D është kritike për shumë funksione të trupit. Ndihmon në uljen e presionit të gjakut, zvogëlon rrezikun e goditjes së disa llojeve të problemeve dhe promovon shëndetin mendor. Sidoqoftë, funksioni i saj më i rëndësishëm është se i mban kockat të shëndetshme duke lehtësuar përthithjen e kalciumit dhe duke mbajtur të qëndrueshëm nivelin e kalciumit dhe fosforit në trup. Një vezë siguron 6% të nevojës tuaj ditore për vitaminën D, kështu që ngrënia e një vezë çdo ditë mund të përmirësojë shëndetin tuaj të kockave. Ngrënia e vezës çdo ditë mund të ketë përfitime të shumta shëndetësore, nga energjia, ngopja deri te përmirësimi i flokut dhe i lëkurës, gjithashtu edhe te forcimi i kockave, duke ofruar trupit tuaj një sër mineralesh dhe vitaminash, të cilat do t'i bëjnë atij edhe shumë përfitime të gjithanshme. Konsumi i vezës është shumë i dobishëm në shëndetin e përgjithshëm. Përmban të gjitha lëndët ushqyese thelbësore që trupi ka nevojë. Për më tepër, vezët janë një burim potencial për të shtuar marrjen ditore të proteinës. Këto janë disa arsye pse duhet të konsumoni një vezë çdo ditë për mëngjes.
Ato ju mbajnë të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore. Konsumi i vezës për mëngjes është i dobishëm në krahasim me bukët e thekura ose drithrat. Yndyrna dhe proteinat e vezës ruajnë nivelin e energjisë dhe ju mbajnë të ngopur për një pjesë më të madhe të ditës. Ato janë një burim shumë i mirë i proteinës. Vezët konsiderohen si burimi më i mirë i proteinës. Konsumi i vezëve për mëngjes siguron të gjitha aminoacidet thelbësore që ne zakonisht marrim nga dieta e përditshme. Ato ndihmojnë edhe në humbjen e peshës. Vezët gjithashtu përshkallëzojnë procesin e humbjes së peshës. Nëse konsumoni vezë në mëngjes, atëherë vezët sigurojnë ndjesinë e ngopjes. Kjo do të zvogëlojë gjithashtu edhe rrezikun e ngrënies së tepërt. Ato forcojnë sistemin imunitar. Vezët përmbajnë gjithashtu një lëndë ushqyese selen që përmirëson sistemin imunitar dhe rregullon hormonin e tiroides. Për më tepër, konsumi i vezës në mëngjes parandalon infeksionet dhe ndërton një sistem të fortë imunitetit. Vezët mbrojnë shëndetin e trurit. Veza përmban lëndë ushqyese thelbësore për të ruajtur gjithashtu edhe kolinën, e cila promovon shëndetin e trurit. Për më tepër, mungesa e kolinës rrit rrezikun e demencës dhe mund të ndikojë gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Shumë njerëz mendojnë se produktet e tërshëra siç janë zgjidhja më e mirë për vaktin e mëngjesit, por është një koncept i gabuar. Vezët janë të shijshme dhe duhet të jenë pjesë e vakteve të mëngjesit. Ato përmbajnë shumë proteina dhe ndihmojnë në uljen e rrezikut të shtimit të peshës, krahasuar me vaktet e tjera që shumica e njerëzve e zgjedhin si mëngjes. Vezët ju bëjnë të ndiheni të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore. Proteinat dhe yndyrnat që gjendet te veza ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të energjisë duke ju mbajtur të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore. Ato ju ndihmojnë gjithashtu edhe në humbjen e peshës. Studimet kanë treguar se njerëzit që hanë vezë në mëngjes kanë më shumë gjasa të humbasin në peshë se ata që hanë bukë ose diçka tjetër për mëngjes. Ato janë një burim shumë i mirë i proteinave. Vezët janë një burim i mirë i proteinës që do të thotë se ato përmbajnë të gjitha aminoacidet thelbësore që duhet të marrim nga regjimet tona ushqimore. Ato rekomandohet të konsumohen të paktën një vezë në ditë për të pasur një regjim ushqimor të ekuilibruar. Vezët janë shumë të mira për organizmin. Në krahasim me ushqimet të tjera me proteinë të lartë si mishi i kuq, vezët janë më të lira dhe mund të gjenden lehtësisht kudo. Ato nuk e përkeqësojnë nivelin e kolesterolit nëse konsumoni maksimumi 2 në ditë. Edhe pse është e vërtetë që vezët përmbajnë një sasi të konsiderueshëm të kolesterolit, studimet e fundit tregojnë se ajo nuk ndikon në përkeqësimin e nivelit të kolesterolit. Vezët ndihmojnë në zhvillimin e trurit dhe të kujtesës. Vezët përmbajnë kolinë, një lëndë ushqyese që stimulon zhvillimin e funksioneve të trurit. Gjithashtu, konsumi i tyre përmirëson kujtesën dhe vigjilencën. Ato ndihmojnë në mbrojtjen e shikimit tuaj. Dy antioksidantët të pranishëm të veza, luteina dhe zeakanthina, lidhen me mbrojtjen e syve nga dëmtimet ndaj ekspozimit dhe rrezet të dëmshme të diellit. Gjithashtu, konsumi i tyre mund të ulë edhe rrezikun e mundshëm të zhvillimit të kataraktës në pleqëri. Gjithashtu, përfshirja e vezëve në dietën tuaj do t'ju ofrojë trupit të gjitha mineralet të nevojshme që ai ka të nevojshme. Do të ndiheni më aktiv nëse shtoni vezën në dietën tuaj. Një vezë në mallësi mesatare plotëson rreth 15% të nevojës ditore për vitaminën B2, e njohur gjithashtu me emrin riboflavin. Ajo është një nga 8 vitaminat që ndihmon trupin të konvertojë ushqimin në energji. Do të keni një shikim më të qartë. Dy antioksidantët kryesorë që gjenden te veza, luteina dhe zeakanthina, kanë efekte mbrojtëse për syt. Këto antioksidantë mund të merren në mënyrë të rregullt nga konsumi i vezëve, dhe sigurisht ndikimi i tyre pozitiv do të jetë gjithashtu mbreslënës edhe për sytë tuaj. Ndaj ekspertët këshillojnë konsumin e 2 vezëve të zjera çdo ditë, në mënyrë që të merrni përfitimet e tyre unike dhe të parandaloni një sër komplikacionesh. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.